تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Lavdrimi plot I takon Allahut, atë e lavdrojmë, e përlevdojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut një, dhe I pa shok, dhe dëshmojmë se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Më pas, robër të Allahut, ende ndodhemi në hije në këtyre ditëve të bekuara, ku haxhinët janë duke e kryer haxhin e tyre, dhe ata që patën mundësi therrin kurbanet e tyre. Ditët e Bajramit përfundojnë me perëndimin e diellit të ditës së tretë të Teshrikut. Gjatë gjithë këtyre kohëve të vlefshme, shfaqet qartë një prej adhurimeve më të larta dhe më të lehta, dhikri I Allahut të lartësuar, përmendja e Allahut të lartësuar. Rritet e haxhit nuk janë ligjësuar për tjetër arsye vetëse për të përmbushur këtë ibadet që është dhikri I Allahut Azza wa Jall. Allahu I lartësuar thot: "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimati al-an'am", që të dëshmojnë dobitë e tyre dhe të përmendin emrin e Allahut në ditët e caktuara mbi kafshët, pra që do I therrin për kurban, të cilat u ka dhuruar Allahu. Allahu I lartësuar e ka ligjësuar përmendjen e Tij ose dhikrin e Tij në përfundim të riteve të haxhit dhe ka nxitur për vazhdimsinë në këtë ibadet, duke mos u shkutur nga dhikri I Allahut të madhruar. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. E kur të ktheheni nga Arafati, përmendni Allahun në vendet e shenjta, përmendni atë që ju ka udhëzuar në rrugën e drejtë, sepse ju më parë ishit të humbur. Thumma afidhu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim. Mandej kthehuni siç kthehen të gjithë të tjerët dhe kërkoni falje Allahut, se Allahu është falës I madh dhe mëshirues. Dhe ka thënë: "Wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat", përmendeni Allahun në ditët e numëruara. Ibn Abbas radiallahu anhuma në shpjegimin e këtij ajeti se cilat janë ditët e numëruara, ka thënë janë ditët e Teshrikut, pra ditët që janë pas Bajramit. Kurse te ajeti ku thuhet në ditët e numëruara, al-ma'lumat, ka thënë janë 10 ditët e Dhulhijhes. Dhe me që shpirti njerëzor ka prirje të dobësohet pas kryerjes së ibadeteve, prandaj ka ardhur urdhri për të vazhduar me përkushtim dhikrin e Allahut të lartësuar pas përfundimit të riteve të haxhit. Madje ai I urdhëron ta shtojnë edhe më tepër përmendjen e Tij. Ka thënë: "Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashad dhikra." Pasi të kryeni ritet e haxhillokut, përmendni Allahun, përbëni dhikr Allahut, ashtu siç I përmendni prindrit tuaj, madje edhe më tepër. Ibn Abbas radiallahu anhuma ka thënë, në kohën e xahiljetit, ata që ishin njerëzit e xahiljetit ndaleshin në vendet ku kryet ritet e haxhit, dhe dikush prej tyre thoshte: "Baba im ka qenë I ktill, ka dhënë ushqim", tjetër ka thënë: "Baba im ka marrë përsipër organizime", tjetër ka thënë: "Baba im ka marrë përsipër shpagimet", e kështu me radhë, dhe nuk kanë pasur gjë tjetër në muhabetet e tyre përveç se të përmendin
baballarët e tyre dhe veprat e tyre. Atëherë Allahu i lartësuar e ka zbritur këtë ajet. Përmendni Allahun, përbëni dhikr Allahut, ashtu siç i përmendni prindët tuaj, madje edhe më shumë. Edhe ai që nuk është në haxh e ka të lidhshme dhe të kërkuar me fe që gjatë gjithë këtyre ditëve ta shtojë dhe ta shpeshtoj dhikrin e Allahut Azza wa Jall. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për ditët e tashrikut, ka thënë ditët e tashrikut, ayamu tashriq, ayamu aklin wa shurb, janë ditë të ngrënjes dhe pirjes, wa dhikrin lillahi Azza wa Jall, dhe ditë të përmendjes së Allahut Azza wa Jall. Dhe një transmetim, ai që është duke agjëruar le ta prish, sepse këto janë ditë të ngrënjes dhe pirjes. Dhe shohim se ata që e përmendin Allahun, ata që i bëjnë dhikr Allahut, i kanë gjithmonë dhe vazhdimisht gjuhët e tyre të njohura me tekbir, me tehlil, me tahmid, pra duke thënë Allahu Akbar, duke thënë la ilaha illallah, duke thënë alhamdulillah, gjatë gjithë këtyre ditëve dhe pas çdo namazi. Pastaj edhe vetë namazi është ligjësuar dhe është kërkuar për këtë synim që të realizohet dhe të përmendet haptas dhikri i Allahut Azza wa Jall. Duke filluar që nga thirrja për këtë namaz, që nga thirrja e muezinit Allahu Akbar deri në përfundim të namazit. Allahu i lartësuar duke i urdhëruar robërit e tij besimtar ka thënë: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah. O ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja për namazin e xumas, kur bëhet thirrja për namaz ditën e xumas, nxitoni për të bërë dhikr Allahut. Pra Allahu e ka quajtur dhikr dhe namazin. Dhe ka thënë gjithashtu për çështjen e namazit: wa aqimis salata li dhikri. Kryeje namazin ose zbatoje namazin në mënyrë plot për të më bërë dhikr mua. Pra zbatoje dhe kryeje namazin për dhikr ndaj Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu ka kërkuar të bëhet dhikr edhe pas përfundimit të namazeve. Ka thënë: fa idha qadaytumus salah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kur të kryhet namazi, bëni dhikr Allahut sido që t'jeni, duke qenë në këmbë, duke qenë të ulur dhe duke qenë të shtrirë. Dhe ka thënë: fa idha qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Kur përfundoi namazi, përhapuni në tokë dhe kërkoni përmirësinë e tij. Dhe përmendeni shumë Allahun, wadhkurullaha kathiran, dhe përmendeni shumë Allahun që ju të shpëtoni. E kur përfundon namazi, ai fillon me dhikrin që thuhet pas farzave, dhe në këtë mënyrë muslimani edukohet për të qenë i lidhur dhe i qëndrueshëm në përmendjen e Allahut të lartësuar. Prandaj shohim se Allahu i lartësuar nuk na ka urdhëruar për të shtuar ibadete më shumë se që na ka urdhëruar për të shtuar dhikrin ndaj tij. Ka thënë: ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju që keni besuar, bëjni Allahut dhikr të shumt, përmendeni Allahun me dhikr të shumt. Dhe ka thënë: wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Përmendeni Allahun shumë që ju të shpëtoni. Dhe ka thënë: adh-dhakirin Allaha kathiran wadh-dhakirat. Ata, pra burra që i bëjnë dhikr Allahut shumë dhe ato gra që i bëjnë Allahut dhikr shumë, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allahu për ta ka përgatitur falje dhe shpërblim të madhërisëm, dhe shpërblim madhështor. Dhe dietarët kanë parashtruar këtë pyetje se kush janë këta që quhen adh-dhakirin Allaha kathiran wa adh-dhakirat, ata që përmendin shumë, që i bëjnë shumë Allahut dhikr, dhe ato gra që përmendin shumë Allahun. Kanë thënë muslimani i cili kujdeset në mënyrë të rregullt, të kryej dhikret që janë të mëngjesit dhe të mbrëmjes, dhikret që janë pas namazeve, dhikret e xhumit, dhikret të cilat thuhen gjatë hyrjeve dhe daljeve, pra të hyrjeve në shtëpi dhe daljeve ose në xhami, dhikret që thuhen në hipje në mjetin e udhëtimit, në ngrënje dhe pirje dhe pas ngrënjes dhe pirjes, dhe dhikret e tjera të cilat janë të rregullta, që lidhen për një sebeb,
në ditën dhe në natën e një muslimani, gjithashtu duke kujdesur njëkohësisht edhe për dhikrin e përgjithshëm, që është i papërcaktuar, pra pa ndonjë sebeb dhe kohë caktuar, ai atëherë e arrin të jetë prej adh-dhakirin Allah wa adh-dhakirat, prej këtyre, pra shkruhet të jetë prej këtyre që e përmendin shumë Allahun dhe i bëjnë dhikr shumë, për të cilët Allahu ka përgatitur falje dhe shpërblim madhështor. Nuk ka ibadete kështu që nuk kanë kohë të caktuar dhe numër caktuar ose formë të caktuar përveç dhikrit. Allahu i lartësuar ka thënë: "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifya wa duna al-jahri min al-qawli bil-ghuduwi wal-asal wa la takun min al-ghafilin." Bëj dhikr Zotit tënd me vete, i përulur dhe me frikë, pra jo me zë të lartë, në mëngjes, në mbrëmje, dhe mos u bëj nga ata që nuk i kushtojnë vëmendje. Dhe ka thënë: "Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal-ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adhaban nar." Ata të cilët e përmendin Allahun, i bëjnë dhikr Allahu duke qenë në këmbë, duke qenë ulur, duke qenë shtirë, dhe meditojnë për krijimin e qiellit dhe të tokës, duke thënë: Zoti ynë, ti nuk e ke krijuar këtë, nuk e ke krijuar gjithë këtë për kot. Ti je i pastër dhe i lartësuar nga çdo emet. Pra meditojnë për krijimin e Allahut, meditojnë për shenjat e Allahut, e përmendin atë, i bëjnë dhikr, e madhrojnë: Subhanaka, ti i pastër dhe i lartësuar nga çdo emetje, prandaj na ruaj nga dënimi i zjarrit. Aisha radiallahu anha ka transmetuar, ka thënë: i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam bënte dhikr Allahut në të gjitha rastet e tij. Dhe me dhikrin e shpesh të Allahut shfaqet dhe përmbushet në mënyrë të plot ubudia që e ka njeriu ndaj Zotit. Pra robëria dhe cilësia e adhuruesit të nënshtruar të tij ndaj Zotit dhe sunduesit të tij të lartësuar. Robi është gjithmonë në përmendje të Zotit të tij, dhe dhikri i rregullt dhe i vazhdueshëm i Allahut e largon atë nga rënja në kundërshtim, në rënja në gjuna, kur të ndohet për ta bërë ndonjë gjuna. Ka thënë Allahu: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Për ata që kur bëjnë vepra të turpshme ose i bëjnë dëm vetes, e kujtojnë Allahun, i bëjnë dhikr Allahut, i kërkojnë falje për gjunahet e tyre, e kush i fal gjunahet përveç Allahut, dhe nuk ngulmojnë me vetdije në gabimet që kanë bërë. I lutemi Allahut të na bëjë neve dhe juve nga ata të cilët e përmendin shumë Allahun dhe i bëjnë atij dhikr. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Është transmetuar nga Tirmidhiu, nga sahabiu Ebu Darda radhiyallahu anhu, se ka thënë: i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum." A doni t'ju tregoj për veprën më të mirë tuaj? "Wa azkaha 'inda malikikum." Që është më e larta dhe më e pastra tek Zoti juaj, te sunduesi juaj. "Wa arfa'iha fi darajatikum." Ajo që ju ngrej më së shumti lart gradat tuaja. "Wa khairun lakum min infaqi adh-dhahabi wal-wariq." Që është më hajër për ju se dhënia lëmosh e ari dhe argjendit. "Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Dhe që është më e mirë për ju se ta luftoni dhe ta godisni ose ta takoni armikun tuaj duke goditur shpinat atyre, qafat atyre, dhe duke goditur ata qafat tuaja. Qalu bela ya Rasulullah, kanë thënë po, i dërguari Allah, na trego. Ka thënë: dhikrullah, është dhikri i Allahut. Dhikri i Allahut jep jetë zemrave dhe shpirtave. Në dy sahihet
nga Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu është transmetuar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuruhu mathalu al-hayy wal-mayyit." Shembulli i atij që përmend Zotin e tij, që bën dhikr Zotit e tij, dhe atij që nuk e përmend, është si shembulli mes të gjallit dhe të vdekurit. Dhikri i jep shpirtit qetësi dhe rahati. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub." Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve kur përmendet Allahu, kur bëhet dhikr Allahu, qetësohen. Vërtet, zemrat qetësohen me dhikrin e Allahut. Dhikri i Allahut është edhe mbrojtje dhe është një mburojje fuqishme kundër shejtanit të mallkuar. Allahu i lartësuar ka thënë: "Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun." Ata që i friksohen Allahut, ata që i ruhen zemrimit dhe dënimit të tij, kur u vjen ndonjë mendim i lig nga shejtani, tadhakkaru, bëjnë dhikr, pra i kujtojnë Allahun, i kujtojnë urdhrat e tij, e atëherë e shohin rrugën e drejtë. Prandaj kur njeriu tregohet i pakujdesshëm për dhikrin dhe i kalon kohë pa e njohur gjuhën e tij me dhikrin e Allahut, atëherë do ta mposhtë dhe do ta sulmojë shejtani dhe do ta bëjë që ta harrojë dhikrin. Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa man ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin." Kush ja kthen shpinën dhikrit të gjithëmshirshmit, atij do t'ja lidhim një shejtan dhe do t'ja bëjmë të ketë shok të pandashëm. Dhe ka thënë: "Istahwadha alayhim ash-shaytanu fa ansahum dhikrallah." Ata i mposhti shejtani dhe i bëri ta harrojnë dhikrin e Allahut. Ulaika hizbu shejtan, këta janë partia e shejtanit. Ala inna hizba shejtani humul khasirun, padyshim që partia e shejtanit janë të humburit. I lutemi Allahut lartësuar që të na ndihmojë të i bëjmë atij dhikr, ta falenderojmë dhe ta adhurojmë atë në formën më të bukur, dhe të na bëjë për atyre që i ka quajtur dhakirin Allah kathiran wa dhakirat, burra të cilët e përmendin shumë Allahun dhe gra të cilat e përmendin shumë Allahun. Allahu na dhënë të mira në këtë jetë dhe të na dhënë të mira në ahiret dhe na ruajt nga dënimi i zjarrit. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.